Pas kthimit nga aeroporti mbrëm, pas 6-7 ditësh, mund ta shihja e ndjen me një herë që ka një energji ndryshe në këtë vend. Ka një kuptim ndryshe të hapësirës e të bashkëjetesës, vetëm duke parë skulpturat e qelbra në të dyja anët e rrugëve. Ndonjëherë nuk është mënyra se si njerëzit, duke qenë se herë njerëzit më akuzonin kur isha kryetar bashkie dhe fillova të lyej me bojë ndërtesat e qytetit, dhe më thoshin që kjo është një fasadë, kjo është kot. Megjithatë, ju thash imagjinojeni, një mëngjes njerëzit dalin nga shtëpia pa u kujdesur se si duket ai ose ajo. Imagjinoni çfarë makthi do të ishte në qoftë se njerëzit nuk do të kujdeseshin për mënyrën se si dukeshin, sepse është krejt gjë tjetër. Unë kam bindje të patundur për këtë dhe kam përshtypjen që për një kohë të gjatë në pjesën tonë të botës i kemi marrë gjërat shumë të mirëqëna, ato që kemi, dhe kemi konsumuar të gjitha ato çfarë trashëguam nga ata që menduan për të bukurën, dhe tashmë jemi tek inercia e mërzitshme.